Jo vetëm do ju njoftojnë, po edhe do ju ndihmojnë me logjistikë, me transport, nëse është nevojë. Dakord jam unë. Nuk është momenti tani për ta bërë. Akoma. Dakord jam me llafin tënd. Se mallet ta heq. Jam kundërshtim. Do ta ndjer në xhate. Do t'i het plasmas edhe na punë shumë. Po ne kemi bërë gjithatë parcellazhi. Ku do vete unë? Ne kemi 2 kavaleta me sillazh. Unë me sillazh po i mbaj atë. Kemi arror 15 milion lekë. Sa më ke sillazhi? Ku ke çuar? Tek shtëpia tek toka ti kanë. Ku gjente më Te drejti varrezave, tek shtëpitë e Bilbidit ka tokë. Janë 2 kavaleta. Do vetë të Ku shikojmë dashin direkt dashin, një është hapur, një është pa hapur. Sillazh. Janë 500 balla është angari aty, ka vetë 500 balla vetëm një angar. Plus kavaleta tjetër. Janë jonë. Tani keni parasysh kish. Po. E kemi bërë edhe në Sarand. Po. Dhe bëjmë sa herë është nevojshme. Po. Rëndësi ka jeta e njerëzve dhe Nuk patjetër diskutohet, nëse mund ta ndihmojmë baktin. Nuk diskutohet, nuk diskutohet. Për sa i përket ushqimit koncentrat, ato e siguron rezerva e shtetit Po, në po. çdo rrethant. Mos e kini me rak atë pjesë, sepse ajo është elementi më i thjeshtë për të trajtuar deri diku, sepse kemi dhe logjistikën dhe sasinë e duhur. Ajo që është për mua e rëndësishme është që të ruajmë atë perimetrin e ujrave që të mos depërtojmë. Nëse afrohet, do bëjmë evakuimet dhe do ecim me qetësi me të gjitha hapat. Nuk diskutohet. Çdo gjë është atje në vend, çdo gjë të shikohet, do të shikohet, le të vetë ta shikojmë edhe tashin. E rëndësishme është Nëse ka mundësi vetë heqin që dashin, nëse ashtu të shikohet çdo gjë. Të identifikuar vendin ku mund të bëjmë transferimin eventualisht. Zoti Se zakonisht i çonin në situata lartësi në këto momente. Si paraqitet situata? Tashi, situata është dinamike, prurjet dhe rreshjet në mbar vendin vijojnë, do vazhdojnë edhe gjatë orëve të natës. Ato që mund të siguroj është që gatishmëria është maksimale, të paktën si ministri i mbrojtjes më takon t'ju them që forca armatose është angazhuar në mbar vendin, qoftë për të rehabilituar aksese, prita, ura në zona me akses të vështirë, qoftë për të ndihmuar qytetarët në raste rreziku. Gjithë kaskada e Drinit është një situatë ku po vazhdon të menaxhohet, po vazhdojmë të kemi prurje, po gjithsesi shkarkimet kanë qenë minimale dhe po administrojmë situatën, shpresoj unë, në kushte sa më optimale është për momentin e qëndrueshme. Nuk kemi as evakuime, as përmbytje në shkollë. Për sa i përket zonës së Durrësit, zonat urbane kërkojnë një menaxhim tjetër dhe po vazhdojmë dhe aty obor me obor, lagje me lagje me grupe civile dhe ushtarake që të bëjmë një rikthim në normalitet sa më shpejt dhe për masat e rrezikut në Gruiderin e Vjosës patjetër që janë për masat e një natyre kombëtare, prandaj dhe kemi dhe përforcim me forca dhe me mjete, edhe nga ana fjerit po ndërhyet që argjinaturat të qëndrojnë, argjinaturat kanë mbajtur, kanë qëndruar, kanalet janë funksionale, hidrovorët e Vlorës janë funksional. Besoj se jemi në një kushte qëndrueshmërie për momentin, nata është dinamike, nuk kemi dalë nga rreziku. Kemi identifikuar shkakun e kësaj situate të përmbytjeve? Atëre, në qoftë se është momenti sipas jush që ne të pyesim vetëm se bie shi, unë nuk mendoj që duhet të pyesim vetëm se bie shi. Autostrada flitet që është një prej problemeve.
Major, lasci porosit pandos, të lutem ma ndiqni ta pyetje.